Pjetër Kaza, 56 vjeç, mbeti i vrarë në orët e para të mëngjesit të datës 1 qershor 2025. Vrasja e tij dyshohet ketë ndodhur me automatik, ndërsa askush në zonë nuk ka dëgjuar zhurmën e të shtënave. Ngjarja ndodhi pranë banesës së tij në zonën e Tales në Lezhë, aty ku Kaza ishte shpërngulur prej shumë vitesh nga Mirdita. Policia e Lezhës në njoftimin e shpërndar për mediat thotë se ngjarja ka ndodhur teksa viktima po kthehej në banesë me automjetin e tij. Viktima Pjetër Kaza, babai 3 fëmijëve, punonte në minjerën e Spaçit dhe e bënte rrugën çdo ditë vajtje ardhje. Policia dyshon se autorët kanë patur informacion të plot rreth lëvizjeve të viktimës. Dyshimet e forta të policisë janë se ngjarja e fundit është pjesë e një zinxhiri ngjarjesh gjakmarrje të nisur 31 vite më parë në qytetin e Rrëshenit. 56 vjeçari Pjetër Kaza dyshohet të jetë viktima e 5 të kësaj sage gjakmarrje që pavarësisht dekadave që kalojnë nuk harron dhe nuk ndalon. Ndërsa policia e Lezhës një ditë pas krimit shprehet se ka një autor të dyshuar me inicialet GA si i përfshirë në krim, për të cilin në këtë fazë nuk mund të jap më shumë informacione. Cila është zanafilla e konfliktit 31 vite më parë? Qyteti i Rrëshenit me datën 7 janar të vitit 1994 u trondit nga vrasja e shefit të krimeve Ndue Kaza. Ky i fundit u qellua me armë zjarri në mes të qytetit nga Dot Gjini, i cili u largua nga vendngjarja. Shtypi i shkruar i kohës raportonte se vrasja ndodhi pasi shefi i krimeve ndërhyri për të shmangur për shkallëzimin e një konflikti mes 2 grupeve rivale. Shihni si u raportua në gazetat më të lexuara ngjarja. Janar 1994, Gazeta Kohajon. Mirdit, vritet komandanti i policisë kriminale. Ditën e premte rreth orës 18 në qytetin e Rrëshenit qellohet me pistolet komandanti i policisë kriminale të rrethit të Mirditës Ndue Kaza. Vrasja erdhi si pasojë e grindjes së 2 grupeve rivale mirditorësh në qytet. Në zënje e sipër të 2 grupet e të rinjve qellojnë dhe vritet oficeri në fjalë. Vrasësi kërkohet nga organet e rendit të Mirditës, Lezhës dhe Laçit. Për këtë ngjarje të 31 viteve më parë, mungon informacioni i kohës, asnjë raport paraprak apo i plot hetimor. Terri informativ që ka shoqëruar këtë ngjarje u pasua me ineficiencën e të gjithë strukturave shtetërore të kohës për të zbardhur vrasjen e komisarit të rënë në krye të detyrës, për të cilin ende sot e kësaj dite, nga ana e strukturave shtetërore, nuk i është dhënë statusi dëshmorit të atë dheut. Por emisioni Uniko ka arritur të zbardhë për herë të parë më shumë detaje nga ngjarja e vitit 1994. Kjo e realizuar nëpërmjet punës kërkimore dhe shkencore të bërë nga ish komandanti Reneas Hillu Shaku dhe Bajram Ibraj, ish drejtori i përgjithshëm i policisë, në librin që kanë shkruar me 2 volume, të rënët, detaje dhe të dhëna, të cilat me miratimin e 2 autorëve do t'i përcjellim më poshtë. Ky është Ndue Kaza, shefi i krimeve të komisariatit Rrëshenit, foto e të cilit publikohet për herë të parë në media. 29 vjeçari që humbi jetën në krye të detyrës në përpjekje për të parandaluar një krim. 3 korrik 1997 në Laç vritën për gjakmarrje 2 vëllezëri Gjini dhe plagoset një person tjetër. 3 vite pas vrasjes së shefit të krimeve Ndue Kaza, policia nuk ishte arritur të arrestonte autorin
si dhe përpjekjet për pajtim dhe falje të gjakut mes familjeve kishin dështuar. Në qytetin e Laçit, vëllai i komisarit Ndue Kaza mori hak, duke vrarë 2 vëllezërit Dod dhe Agustin Gjini. I plagosur rënd mbeti Besnik Legisi, 22 vjeç. Gazetat raportonin se ngjarja ndodhi mesditën e 3 korrikut vitit 1997, ku sipas tyre, në atentat kishin marrë pjesë 2 persona. Dy vëllezërit Gjini me origjinë nga fshati Mala i Mirdit ishin kthyer atë ditë nga qyteti i Rrëshenit nga një përpjekje dështuar për pajtimin e gjakut me familjen Kaza. Gazeta Koha Jon, 4 korrik 1997, e raportonte kështu ngjarjen e ndodhur. Vrasje në mesdit, hakmarrje për 2 vëllezër. Breshëri automatiku në mesin e pazarit të Laçit, dje rreth orës 13. Një 23 vjeçar ka vdekur në vend dhe vëllai i tij 20 vjeçar është plagosur rënd pas këtij atentati në zemër të qytetit. Ndërkohë që tregtarët kanë lëvizur tezgat dhe janë larguar me shpejtësi nga vendngjarja. Arsye që kanë dërguar në vrasjen e 2 vëllezërve Dëgjini dhe Agjini mendohet të jenë për hakmarrje, pasi Dëgjini para 2 vitesh kishte vrarë në Rrëshen shefin e krimeve Ndue Kaza për këtë rreth. Megjithatë, do të jenë organet hetimore që do të vërtetojnë arsyeën e vrasjes, ndërkohë që 2 atentatorët janë larguar në drejtim të paditur. Ngjarja ka ndodhur dje rreth orës 13 kur 2 vëllezërit Gjini kanë ndaluar pranë Pallatit Kulturës Laç me një makinë. Me të hyrë në pazar 2 të rinj të pajisur me armë automatike, sipas dëshmitarëve okular, kanë qelluar mbi 2 vëllezërit. Ndërkohë që Doda, 20 vjeç, ka ndërruar jetë në moment, i vëllai i tij 23 vjeçar Agustini është plagosur rënd dhe është dërguar urgjent në spitalin e qytetit. Më pas, ai është nisur drejt spitalit ushtarak në Tiranë. Vendimi i gjykatës, 19 qershor 2001, gjykata dënon Martin Kazën. Pas 4 vitesh nga ngjarja e vitit 1997, gjykata e Kurbinit e shpalli fajtor në mungesë për vrasjen e 2 fisht Martin Kazën, duke dënuar me 22 vite burg, që prej ngjarjes që kreu, 54 vjeçari u largua jashtë vendit dhe nuk u kthye më në atë. Ai u arrestua në vitin 2017 në Londër, ku jetonte në identitetin e rrem kosovar Naim Karagia. Gjykata e Kurbinit, me 19 qershor 2001, e dënoi në mungesë Martin Kazën me 22 vite burgim për vrasjen e 2 vëllezërve Dod dhe Agustin Gjini, por vendimi nuk u ankimua asnjëherë nga autori i vrasjes, i cili pas krimit ishte larguar nga vendi, fillimisht drejt Greqisë e më pas në Britaninë e Madhe. Me 29 dhjetor 2017, Martin Kaza nën masa të rrepta sigurie u ekstradua në Shqipëri. Procesi gjyqësor për ekstradimin e tij drejt vendit tonë zgjati 10 muaj. Gjatë seancave gjyqësore, Kaza ishte shprehur se ekstradimi i tij nga Anglia, ku kishte punuar për 18 vite, shkelte të drejtat e njeriut dhe ishte i pajustifikuar. Aktualisht Martin Kaza vuan dënimin në burgjet e Shqipërisë. Në vendimin e gjykatës së Kurbinit të vitit 2001, të siguruar nga emisioni Unico, në akuzën e ngritur ndaj Martin Kazës, sqarohet se nga hetimi gjyqësor rezulton se autori i veprës penale të përcaktuar në akuzë është i pandehuri Martin Kaza, i cili i ka kryer në bashkëpunim me persona të tjerë. I pandehuri është larguar dhe nuk është bërë mundur kapja e tij, duke qenë person në kërkim. Gjykata deklaroi mungesën dhe vazhdoi gjykimin duke i caktuar kryesisht avokat mbrojtës. Nga pyetja e dëshmitarit okulare, njëkohësisht i dëmtuar nga vepra penale Besnik Legisit, del qartë se është pikërisht Martin Kaza ai që ka qelluar duke vrarë vëllezërin Gjini. Gjykata thotë se para ngjarjes Besnik Legisi kishte dieni se viktimat me të cilët ai kishte patur shoqëri ishin në hasmëri me fisin e Kazajve. Ditën e ngjarjes 3 korrik 1997, Besnik Legisi me 2 vëllezërit Dod dhe Agustin Gjini kanë bërë përpjekje që në Rrëshen të realizohej një takim për çështjen e hasmërisë, gjë që nuk është arritur, duke i detyruar të kthehen në Laç.
Gjatë lëvizjes në parkun e Laçit, dëshmitarit shprehet se kanë parë Martin Kazën, të cilin e njihnin. Së bashku me viktimat kanë shkuar në postën e Laçit e pas rreth 30 minutash janë nisur për nga tregu. Dot Gjini dhe Agustin Gjini kanë qenë më para e pas tyre dëshmitari Besnik Legisi. Në vendin pas Pallatit Kulturës në afërsitë të tregut janë dëgjuar krisma arme dhe dëshmitari ka parë Martin Kazën që qëllonte në drejtim të tyre si dhe një person tjetër që gjithashtu qëllonte. Nga plumbat e armës së Martin Kazës janë vrarë Do dhe Agustin Gjini dhe është plagosur Besnik Legisi. Dëshmitari pohon se problemi i hasmërisë qëndronte në faktin se Do Gjini i kishte vrarë të vëllain Martin Kazës. Në vazhdim të hetimit, thot gjykata, fakte bind se dalin nga dëshmia e Mark Markut, proces verbal i datës 6 shkurt 1998, i lexuar në seancë për arsye se dëshmitari sipas shkresës numër 84, datë 1 mars 2001, të Komisariatit Policisë Shkurbin është larguar jashtë shtetit. Dëshmitari pohon se 5-6 ditë pas vrasjes së ndodhur në Laç, i ka ardhur në shtëpinë e tij në Mashterkor Rrëshen, Mark Kaza, xhaxhai i Martin Kazës. Këto, pjesëtarët e fisit Kaza kanë porositur dëshmitarin Mark që së bashku me Gjergj Kadin të shkonte në shtëpinë e Zep Gjinit të viktimave për të dërguar fjalë sipas zakonit se vrasjen e Do dhe Agustin Gjinit e ka nga neve nga Kaza, duke porositur që për vonesën e të dërguarit fjalë ishte bërë shkak se nuk kishin qenë në shtëpi Martin e Artan Kaza dhe kur këto të fundit kanë dërguar fjalë në shtëpinë e tyre, është vënë në lëvizje fisi për dërgimin e kësaj fjale në shtëpinë e viktimave. Të njëjtat fjalë, thot gjykata, vinde nga dëshmia e Gjergj Markut, proces verbal i datës 17/3/1999, i lexuar në seancë pasi dëshmitari ndodhet jashtë shtetit sipas konfirmimit të policisë. Dëshmitari Ndue Marleka, i pyetur në policinë gjyqësore, ka pohuar qartë faktin se vrasjen e ka bërë Martin Kaza, njëpi i tij. Ai si daj autorit ka qenë në dijeni të gjithë rrjedhës së ngjarjes, si dhe për dërgimin e fjalës në familjen e viktimave. Në seancë, ky dëshmitar bëri të gjitha përpjekjet për të errësuar, thot gjykata, ato fakte të qarta që ka pohuar gjatë pyetjeve në polici. Aktet e ekspertimit, si ato të kufomës, të gëzhojave të gjetura në vendin e ngjarjes, proces verbali i kqyrjes së vendit të ngjarjes, hedhin dritë mbi shkakun e vdekjes, lidhin plotësisht zinxhirin e fakteve e provave që të çon në konkluzionin se autori i vrasjeve është Martin Kaza, autorsi që del e provuar, thot gjykata, në të gjithë elementet përbërës të veprës penale që akuzohet. 28 prill 2024, i bëhet atentat Agustin Kazës në Belgjik. Mbrëmjen e 28 prillit 2024 në Belgjik i bëhet atentat me pistolet Agustin Kazës, 44 vjeç. Ky i fundit është vëllai i shefit krimeve Ndue Kaza, të vrarë në vitin 1994, dhe Martin Kazës, që akuzohet për vrasjen e dy vëllezërve Gjini në vitin 1997. Dhe vëllai i Pjetër Kazës, i cili mbeti i vrarë me 1 qershor të vitit 2025. Ngjarja ndodhi në ambientet e jashtme të një lokali në pronësi të një shqiptari në Schaerbeek të Brukselit. Në këto pamje të shpërndara nga mediat belge, vërehet autori i veshur me rroba sportive, një paltuta ngjyrë zezë, një xhakovent ngjyrë blu në pjesën e poshtme dhe të kuqe lart, i pajisur me kapele dhe mbi të kapuçin e xhakoventës. Ndërsa në planin tjetër të së njëjtës video shihet Agustin Kaza me pantallona jeans dhe atlete të bardha, i ulur në ambientet e jashtme të lokalit nën shoqërinë e një personi tjetër. Autori, siç duket dhe nga pamjet me dorën e djathtë të futur në xhep, vjen qetësisht në trotuar mbas shpinës së 44 vjeçarit, sapo i afrohet nga krau i djathtë, menjëherë nxjerr dorën nga xhepi ku mbante dhe pistoletën dhe gjuan në drejtim të Agustin Kazës. Qëllon disa herë ndaj tij dhe largohet me vrap. Agustin Kaza, megjithse kishte marrë një plumë në kokë e 3 në gjoks, kishte arritur t'i shpëtonte plagëve dhe në vëngjarje mbërriti ambulanca e cila e transportoi drejt spitalit për t'i dhënë ndihmën e parë. Por plagët ishin të rënda dhe thuajse 8 ditë pas atentatit, mesditën e datës 5 maj 2024, Agustin Kaza ndorroi jetë. Megjithse autoritetet belge bashkëpunuan me ato shqiptare, autori i kësaj ngjarje mbeti i pazbuluar.
Më poshtë, po japim përshkrimin e vrasjes së Ndue Kazës, referuar librit profesional dhe historik të dy autorëve Hil Lushaku dhe Bajram Ibra, që kanë çmtuar me kujdes materiale të shumta burimore për të përshkruar se si ndodhi vrasja e komisarit 29 vjeçar në Rrëshen 7 janarin e vitit 1994. Një fakt interesant që del për herë të parë pas 31 vitesh është se një nga protagonistët kryesor të konfliktit që zhvillohej në një lokal të Rrëshenit është Agim Pepa, një personazh ky i njohur i kohës që aktualisht vuan dënimin me burgim të përjetshëm për vrasjen e komisar Ganim Alushit dhe shoferit të tij në vitin 2003. Ndue Zef Kaza u lind me 21 tetor 1965 në Mirdit. Ka mbajtur gradën ushtarake kapiten dhe shërbeu 3 muaj në polici në detyrën e inspektorit të policisë kriminale deri ditën që humbi jetën, me datë 7 i parë 1994. Lidhur me këtë ngjarje, në komunikatën ditore të Ministrisë së Brendshme është shënuar se me datën 7 janar 1994, ora 17:00, në lokalin privat të shtetases Marie Shalci, punonjësi i policisë kriminale të komisariatit Mirdit, Gjon Froku, i cili pinte kafe dhe me shtetas të tjerë, po në këtë lokal. Janë futur brenda dhe shtetasit Dot Ndue Gjini e Agim Ndue Pepa, përgatësisht nga fshatrat Malaj e Shebe, të dy nga 20 vjeç, si dhe një shtetas i pa identifikuar për të cilin dyshohet se mund të jetë nga rrethi i Kurbinit Laç, të cilët kanë zënë vend në qoshe të lokalit. Shtetasit në fjalë kanë patur konflikt me Gjon Frokun, jo për shkak të detyrës. Gjon Froku, duke e ditur këtë, i ka mbajtur në vëzhgim dhe konstatoi se ata po bënin lëvizje me diçka nën tavolinë, ku dyshoj se mbanin armë. Në shenjë gjak nxehtësie ka thyer një shishe në dysheme, duke ju drejtuar atyre që të mos guxonin të ndërmerrnin ndonjë veprim. Agim Pepa ka nxjerr pistoletën tip TT dhe e ka vendosur mbi tavolinë, të cilën ja ka rrëmbyer nga duart Dot Gjini, duke e drejtuar nga tavolina e kapterit, i cili në këtë moment ka nxjerrë dhe ai pistoletën. Në vijim në kushtet e krijuara, aty është futur patrulla e policisë, e cila ishte duke lëvizur në patrullim në afërsi të atij lokali dhe shkoi drejt Gjon Frokut për ta bllokuar atë, pasi nuk ishte parë Dot Gjinin me armën e drejtuar mbi Gjonin. Në këtë moment, Gjon Froku ka qelluar në lartësi drejt tyre. Ndërkohë në shëtitorin e qytetit u ndodh komandanti i togës së policëve të krimeve, Nën Toger Ndue Kaza, me 2 shok, mjek, i cili dëgjoi të shtënën e armës që erdhi nga lokali, jo shumë larg, rreth 15-20 metra. 2 shtetasit që ishin me Nën Togerin u larguan me vrap, ndërsa komandanti Ndueja shkoi me shpejtësi drejt lokalit, ku dalloi që Dot Gjini doli me armë në dorë dhe po tentonte të largohej. Meqense Dot Gjini e ka njohur oficerin e policisë dhe po i bllokonte drejtimin e largimit, e ka qelluar atë në largësi 3-4 metër me një të shtënë në anën e djathtë të kraharorit, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Shtetasi Agim Pepa u kap në rubik nga postobloku i policisë, ndërsa ekzekutori Dot Gjini ka ikur në drejtim të paditur. Me datën 11 i pari 1994, ora 20:30 u arrestua Gjon Froku, 29 vjeç, banues në Mirdit, sepse ka marrë pjesë në vrasjen e oficerit Ndue Kaza, i cili u ka ikur policëve në momentin e ekzekutimit të vendimit të prokurorit të rrethit i marr i pandehur, për të cilën u ndaluan disa policë, ndërsa Gjon Froku iku në drejtim të paditur. Me datën 11/9 1994, ora 19:30, u realizua arrestimi Gjon Frokut me vendimin numër 8 të datës 7 i pari 94 të prokurorisë dhe pas vetë dorëzimit të tij në komisariatin e policisë Mirdit. Rrethanat e humbjes së jetës janë përshkruar, thon 2 autorët, në vijim. Ditën e premte, datë 9 janar 1994, ora 18, shefi i seksionit të krimeve Ndue Kaza në Mirdit u qellua me armë zjarri pistolet në mes të qytetit nga Dot Gjini, i cili u largua nga vendngjarja. Shtypi publikoi se vrasja ndodhi kur shefi ndërhyri për të parandaluar konfliktin që kishte shpërthyer midis 2 grupeve.
Gazetari Gjin Lesaj i Koha Jon në artikullin Përsëri rreth vrasjes së Ndue Kazës ka shkruar: pas disa javë mbledhje të dhënash e faktesh të reja të cilat i disponoj në formë intervistash të incizuara, jam në gjendje të paraqes lexuesit të kësaj gazete të gjithë ngjarjen që është sa vulgare dhe e thjeshtë në fillim, po aq tragjike dhe ndërlikuar më vonë. Disa njerëz i futën duart në të, në vend që të qartësohej gjithçka nga njerëzit kompetent. Përkundrazi, u veprua diku me hile, diku pa logjike, aktualisht me mungesë profesionalizmi e dëshire për të vërtetën. Fatkeqësisht, kjo gjë goditje vazhdon të godas njerëz të pafajshëm. Le t'i kthehemi asaj dite fatkeqe në rreshend të Mirditës, 7 janar 1994. Mbrëmje, në një kafe klub të klasit të fundit të këtij qyteti fshat, nuk mungonin njerëzit që harxhonin ndoshta qindarkat e fundit të asistencës për të pirë birra të skaduara. Ndoshta më i kamur i kafes atë ditë mund të ketë qenë ish polici i degës kriminale Gjon Froku. Së bashku me 2-3 shokë të tij kanë kthyer disa shishe birë. Alkooli, ndoshta dhe papjekuria e tyre krijoi një incident të kotë me Dotgjinin, të cilësuar vrasës. Shoku i tavolinës së këtij të fundit, Agim Pepa, nxjerr një pistolet nga brezi. Dotgjini ja merr nga dora me fjalët e rregulloj unë. Për një herësh Gjon Froku kujtohet se është polic. Vepron shpejt dhe qëllon mbi kokat e klientëve të tmerruar. Ai thot për të neutralizuar. Unë them i ndodhur ngush nga pasojat e paparashikuara të budallallëkut të shokut të tij të tavolinës. Pastaj me një herë hyn policët. Policët e sapo hyrë nuk heqin armën pa leje nga duart e një 20 vjeçari të pamësuar me të. Truri i tyre spunon për parandalimin e vrasjes. Kandidati për vrasës i nxehur i dërmuar shpirtërisht nga që sapo ishte ndarë nga ëma e shtruar në spitalin numër 2 për operim, e deklaruar kjo nga mjekët me tepër pak shpresa dhe i ri, shumë i ri për ta ditur se duhen 2 pendë që për të tërhequr këmbëzën e armës. Është i afërm i ish kryetarit të rendit. Për pak sekonda ngjarja zhvendoset jashtë në bulevard. Dotgjini mban ende pistoletën në duar. Errësira dhe zemërimi se lejojnë të dallojë miqt nga armiqt. Një polic i shtyn dorën, me sa duket për të shpëtuar veten dhe arma shkrepet. Dikush bën 4-5 hapa larg tij e rrëzohet mbi lulishte. Të gjithë zhduken përveç policëve që shtohen në numër. Viktima Ndue Kaza vdes në spital. Rezultati i autopsisë, plumbi ka përshkruar tej për tej toraksin e njërit krah. Dosja e çështjes: u gjet vetëm një gëzhoj brenda në kafene. Zhduket gëzhoja në bulevard. Plumbi që ka përshkruar trupin e viktimës duhej të gjendej disa metra më tutje. Asnjëri se gjen. Nga ky çast fillojnë ndodhi të tjera. Arrestohet Gjon Froku, në fakt largohet me forcë duke lënë pas vetes gëzhoja të togës së gatshme. Sot ilegal. Arrestohen 4 policë të tjerë të kësaj toge. Pikërisht ata që qelluan. Mbahen 48 orë në burg dhe disa muaj të padrejt largimi nga rrethi i Mirditës. Akuzohen për shpërdorim të detyrës. Ju ndërrohet akuza në qëndrim të pakujdesshëm në punë. Sot vazhdojnë pa punë dhe pa përgjigje të saktë se çfarë kanë bërë. Bëhet përpjekja e dytë për të kapur ish policin Gjon Froku. Kapet, ndërhyn bashkëfshatarët e tij me forcë. Kryetari i ri i rendit që kryesonte operacionin e liron për të evituar një gjakderdhje të kotë. Në fakt i rrethuar u gjend ekipi i policisë. Në kthim arrestohen 2 persona të pirë. Ndodhen në burg të akuzuar për pengim të policisë. Dotgjini i shprehet nënës së tij që s'do t'i jap dorën kur e takon disa javë pas ngjarjes. Nën, e ka vrarë Zoti, po ta di se e kam vrarë unë, do të vras veten. Është fjala për Ndue Kazën. Dikush i fryn gjakmarrje sipas kanunit. E pra vet kanuni thot se vrasja pa dashje s'kërkon gjak, vetëm drejtësi. Vetëm drejtësi kërkojnë që të gjithë, megjithse bëjnë vetë gjyqësi. Shteti është ngujuar në godinat e tij. Duket sikur as hundën se nxjerr në ajrin e Mirditës nga frika se mos ja fshikin. Gazeta Zëri i Popullit, në artikullin Kriminaliteti në rritje, një ngjarje që duhet të na shqetësojë të gjithëve, shkroi se ditën e premte në darkë, banorët e qytetit të Rrëshenit u bën dëshmitar të një skene me të vërtet makabre, duke përjetuar kështu një ngjarje mjaft tronditse.
Krismat e armëve që u dëgjuan në lokalin në mes të qytetit rrëmbyen jetën e një të riu 28 vjeçar, oficer në komisariatin e policisë, Mirdit. Viktima e kësaj ngjarje nuk ishte ndonjë kriminal ordinera. Ai nuk ishte as keqbërës që rëndom i shohim rrugëve, por një mbrojtës i rendit dhe i ligjit. Vrasja në krye të detyrës se punojnë si të rendit Duekaza është një fakt i hidhur dhe tragjik. Presidenti i Republikës së kohës, Sali Berisha, shkoi në Mashterkor të Oroshit në familjen e oficerit Nduezef Kaza për ngushëllim. Ndër të tjera, ai u shpreh se Nduekaza ishte një ndër aktivistët e parë të dhjetorit, student trim, kurajoz dhe i ndershëm. Më pas i dorëzoi nënës së Nduekazës dekoratën për vepra trimërie, me motivacionin për trimëri e vendosmëri të treguar në kryerjen e detyrës. Nëna e të ndjerit falenderoi Berishën duke u shprehur se është e vërtet se djali ishte nga të parët që luftoi për shembjen e diktaturës në Orosh. Kjo vizitë u pasqyrua dhe në revistën Policia Sot në shkrimin me titull Detyra, ndershmëria, adheu janë të shenjta, e cila ilustroi këtë ngjarje. Në vitin 2009, në përkujtimin e 15 vjetorit të rënies në detyrë, familjes ju akorduan ndihmë financiare 4 paga të gradës së kryeinspektorit. Nëna, Mrike Kaza, jeton në Shënkoll Lezhë, ndërsa i ndjeri Ndue nuk la trashëgimtar. Zoti Marko, jeni njohur me ngjarjen e fundit që ka ndodhur në Lezhë, ku një 56 vjeçar ka humbur jetën dhe dyshimet e forta janë për gjakmarrje. E njihni ju historinë e familjes Kaza dhe Gjini? Tani fatkeqësisht ende nuk po zbardhet ngjarja nga policia e shtetit, sepse siç ka ndodhur mas miratimit të ligjit për gjakmarrjen nga Kuvendi i Shqipërisë, për t'i bërë qefin ose për të plotësuar, si thua, kërkesat e Bashkimit Evropian, duke e çuar dënimin e vrasjeve për gjakmarrje në ekstrem dhe prishur komplet balancën e së drejtës. Përse? Mbasi një familje që vret për gjakmarrje sigurisht ka një viktimë. Dhe të gjitha familjet që kanë vrarë për gjakmarrje para miratimit të ligji kanë treguar se e vrava për gjakmarrje dhe kanë çuar fjalë sipas traditës zakonore shqiptare se gjakun e ke tekun, mos e kërko në asnjë vend tjetër. Parlamenti shqiptar bëri ligjin pikrisht pa u matur fare, siç i bëjnë të gjitha ligjet, pa ditur fare se është në shërbim të shoqërisë shqiptare ligji apo kujt i shërben. Ato menduan se mund ta parandalojnë fenomenin. Jo, janë sjellje krejtësisht papërgjegjshme të deputetëve që s'kan asnjë mund të them mendim politik në miratimet që bëjnë në parlament. Se edhe politika, nëse do të ishte vërtet politik, është krejtësisht në shërbim të njerëzimit. S'ka të bëjë fare me interesin e grupit apo të partisë, apo të interesave të qastë të një njeriu që fshihet pas politikës. Politika është njësoj si themi drejtësia nëse bëhet politikë. Si e njihni ju rastin? Rasti midis familjeve Gjini dhe Kaza, mund të them se nëse do të zbardhet e vërteta, ka qenë se ishte një vrasje më shumë aksidentale se sa përfshirje palëve në dëshirën e kësaj vrasje. Flisni për zanafillën, apo? Për zanafillën. Pra ka qenë një vrasje aksidentale në një moment që asnjëra palë nuk ka dashur. Kur është shkrepur arma, mund t'ju them sigurt, sepse ne kemi djenin, se personi ka qenë krejtësisht në një turbullir të momentit dhe nuk e ka kuptuar edhe vajtjen e forcave ose të Nuekazës në drejtim të grupit të shoqëruar me do të Gjinin. Ky ka qenë një moment krejtësisht fatal për dy palët. Dhe në të gjithë mirëditën dije që ato nuk ja donin kurrë të keqen njëra tjetrës, dhe ka qenë një moment siç ndodhin këto rastet e incidenteve në këtë tranzicion, e kam theksuar edhe në vend tjetër, një tranzicion jashtëzakonisht i vështirë që e mbuloi gjithë botën shqiptare me stres.
me vujtje dhe me mungesë orientimi se nga duhet të çajmë për të mbijetuar në një sistem të ri. A njiheshin do të gjini me nduhet kazën? Si njihen gjitha familjet njihen. Njiheshin ato? Unë mund t'ju them se në të gjithë, njihen në çdo cep të mirëdijes. Familja Kaza si në mashtërkore dhe në familjet janë shumë të respektuara. Janë shumë fisnike. Edhe kjo që është e përfshirë në këte, janë shumë fisnike si familje. Po kështu edhe familja Gjini, të cilët janë njihen në zonën e malave, në të gjithë zonën në ku janë familja Gjini, njihen për familje jashtëzakonisht mikpritëse, bujare, të matura, por kjo ka ndodhur në këtë sistem krejtësisht të çorientuar, rënues dhe një sistem shkatrues për jetën e të rinjve veçanërisht, edhe të moshuar, por veçanërisht për jetën e të rinjve të cilët nuk kishin asnjë shans për të çarë në jetë dhe u ndodhen në befasi në nevojën për të shkuar drejt emigrimit, në nevojën për shkuar drejt qyteteve, në nevojën për të bërë një pronë, për të bërë një aktivitet, për të bërë një biznes, të cilin shteti u ahoqi mundësinë në të gjitha drejtimet. Nuk ju dha asnjë mundësi, i la vetëm i braktisi shqiptarët nëpërmjet një politike të mbyllur me debate e rrëmuje vrasje në parlament e jashtë tij, dhe i la popullin pikërisht në mëshirën e fatit të bëjë ç'të dojë, mjafton që i kemi dhënë trumbetën që japim çdo ditë në media, demokracia, demokracia, liria, liria, shteti i drejtës, populli me shpresën se do të bëhet një ditë demokracia, liria dhe shteti i drejtës, s'kishte asnjë rrugë tjetër për fatin e ditëve që duhet të jetonte, të punonte, të ushqej, të kishte ekonominë, por e gjente ku të mundej. Dhe këto familje, ashtu si të tjerat, nuk i kanë rënë në qafë kërkujt. Ato ka ndodhur nisi zanafilla nga një moment keq kuptimi midis palëve dhe u shkrep një armë, pastaj më vonë nuk e dim se në ç'rrugë, në ç'mënyra janë nxitur këto gjakmarrje dhe nuk ju shtruan, si thuaç, zakonit që palët të kërkonin jo vetëm tek fqinjet, tek miqtë e tyre që ta mbyllnin hesapin, ta mbyllnin jo hesapin në kuptimin e hesapeve të sotme ose të hesapeve që kërkohen për shpërblime, po ta mbyllnin hesapin në kuptimin e ndershmërisë, të mirëkuptimit edhe të faljes. Deri në ngjarjen e dytë të 97-s, në dijenin tuaj, a keni dijeni se ndoshta mund mos keni. A ka pas përpjekje për t'i pajtuar familje? Të gjithë të afërmit e të dy fisëve e kanë thënë fjalën e tyre, edhe ne kemi qenë dijeni, të gjithë e kanë ndier dhimbjen, por puna ka qenë se të rinjt kanë qenë jashtë kontrollit të njerëzve të tyre të afërm, veçanërisht të moshuarve. Kanë qenë në një jetë krejtësisht pa kontrollin e fisit, e të gjakut, ata kanë vazhduar pastaj mbi bazën e një mendësie të re jetës shoqërore. Por në ngjarjen e 94-s, bashkëshoqërues me Dot Gjinin për herë të parë nga dokumentat që zbulojmë, kanë rezulton që është Agim Pepa, një personazh i njohur në qytetin e Mirditës. Ne nuk jemi futur, as nuk futemi asnjëherë në dokumentat e hetuesisë, sepse nuk e pranon as statuti i jon. Statuti na pengon biles, na thot që në mënyrë të prerë ju s'keni të drejtë të bëni hetime për ngjarjet edhe për ato të cilët i bën prokuroria, hetuesia dhe janë në kompetencën e ligjit. Ne kemi të drejtë vetëm të kërkojmë pajtimin mes familjeve, të dërgojmë mesazhe sa publike, aq edhe me njerëzit tanë, lart e poshtë, ku të mundemi, ta lëshojmë mesazhin në çdo takim që kemi të bëjmë me njerëz që i njohin ata, dhe mbas kësaj pikërisht presim nëse do të ketë influencë shoqëria, miqësia, ku ne japim mesazhin. Ju s'keni arritur dot të hyni në të dy familjet që të mundohet gjeshë një pikë përbashkët? Të gjitha familjet, jo vetëm për këtë rast, por edhe të tjera në Mirdit, që janë të përfshira në tilla fakte ose vrasje afatgjata, akte tragjike, të asnjëherë nuk kanë pranuar të shfaqen para nesh dhe për të thënë se unë kam të drejtë, ose sepse edhe ne nuk kërkojmë t'i gjykojmë, ata të bëjmë gjyqtarin. Por fakti që ne i çojmë mesazhet dhe e shohim që jemi përballë heshtjes, sepse ata nuk pranojnë në atë mënyrë të prononcohen,
pse kemi bërë vrasjen, se kemi bërë vrasjen, pra kjo është enigma që ka ndodhur mbas atyre ligjeve shqiptare të cilat janë miratuar në atë parlament, që s'ka asnjë përgjegjësi për popullin. Në 97-ën, ditën e ngjarjes kur vritën dy vëllezërit Dot Gjini dhe Agustin Gjini, bëhet një përpjekje po atë ditë për të shkuar për të takuar në Rrëshen familjarët e të dëmtuarve, familjarët e fisit Kaza. Dështon ky takim, kthehen në Laç 3 persona, Dot Gjini, Agustin Gjini dhe Besnik Legisi, dhe konstatojnë Martin Kazën, autorin e vrasjes më pasme, në qytet, i cili së bashku me një person tjetër qëllon ndaj tyre. Pra, në këtë moment na argumentohet se ka patur një tentativë sipas drejtës zakonore, sipas kanunit, po mbetet e paqartë se shpesh herë mund të gjenden në qoftë policia bën hetimet e tyre. Shpesh herë ka dhe nga ato që thuhen në përhetime, ka dhe interpretime. Ne nuk hym kur të debatojmë ose të themi se çfarë u bën, çfarë u tha dhe si u tha ose si u veprua. Në këtë rast dim që në Komitetin e Pajtimit Ndërkombëtar dhe tek unë, pavarësisht mesazheve që janë dhënë, nuk kemi ende të pranuar gjakun nga familjet me njëra tjetrën dhe të thonë se ne duam ta bëjmë këtë pajtim. Okej, në 97-ën për herë të parë, në procesin gjyqësor që zhvillohet në Martin Kazës, pranohet se familja Kaza i ka çu fjalë për herë të parë. Në dokument i ka çu fjalë pas disa ditësh familjes Gjini që gjakun e keni nga ne, sipas kanunit. Madje me personat të cilët ja kanë çu fjalën, ju kërkohi falje për vonesën e dërgimit të fjalës se e ke gjakun nga ne, për shkak të vonesës sipas tyre të njoftimit nga autori i ngjarjes dhe djali tjetër. Po, këto janë praktika të cilat mund të ndodhin në çdo moment mes palëve me njëra tjetrën. Mirë nuk është që të bëhen problem hetimor, ose të vazhdojnë si thua që hetuesia ende pa marrë konfirmimin e plot të gjërave ose atyre të dëshmitarëve, sepse edhe një dëshmitar duhet hetohet për thënjet e tij. Dhe në këtë aspekt mund të them që pa u futur edhe vetë policia dhe organet e hetimit në thellësi të problemit, nëse me hetimin e tyre do e rëndojnë situatën, apo do ta lehtësojnë situatën, nuk duhet të bëjnë veprime të mëtejshme, sepse fakti që ligji dhe politika pranon se e zgjidhun problemin e gjakmarrjes ose e zgjidh problemin do ta mbyll gjakmarrjen duke u marrë me hetimin dhe dërgimin në gjyqe në dënime maksimale apo sipas drejtësisë të palëve, atëherë mund ta rëndojë situatën. Në çështjet e pajtimit, mirë është që problemet e pajtimit nuk duhet bëhen proces hetimor. Nuk duhet të zhvillohen si proces. Mos të tregojnë. Jo, unë duhet të them kaq që duhet të them këtë që sa do të mundohet shteti, sot e 1000 vjet nuk mundet kurse si të fitoj betejën me traditën, me zakonet, qoftë edhe me instiktin. Po mirë, ju thoni që nuk mund ta fitoj. Po duke ju ndjekur ju në intervistat të bashkme, ju keni thënë që shteti në punën e komunizmit e fitoi betejën e gjakut. Po, e fitoi sepse mori vetë gjakun, shteti. Vendosi drejtësi shteti. Vendosi drejtësinë. Në këtë rast, nëse shteti do kishte reaguar nga 94-të, 97-të, do parandaloheshin ngjarjet e tjera? Po sigurisht, po shteti me instrumentet e kohës së komunizmit kanë qenë instrumente shumë inteligjente. Shteti nuk çonte njeriu në degën e punëve të mbrëmshme pa e zgjidhur disa herë nëpërmjet organizatës së frontit, organizatës së rinisë, organizatës bashkimit profesional, ose flasim dhe për vrasjen. Nuk ndodhin vrasjet sepse zgjidheshin sipas modelit tradicional të shoqërisë. Dhe shteti është i prerë që unë jam ai që duhet vendos. Nuk mund vendos shteti mbi jetën e qytetarit. As mbi nderin e tij, as mbi moralin e tij. Por këtu është anapollo fare mendësia shtetërore. Nëse ka popull që ka nevojë për shtetin, janë shqiptarët, se e kanë gatuar shtetin me dorën e tyre, me jetën e tyre, me gjakun e tyre. Në këtë rast shteti kërkon të prevaloj, thot jam unë ai që duhet bëj jetën tuaj. Në ngjarjen e 97-s kanë mbetur të vrarë 2 persona dhe një tjetër i plagosur. Sipas drejtës zakonore, i plagosur i quhet gjak?
Sigurisht quhet aq sa kërkon plaga sipas drejtës zakonore, por plaga përgjithsisht mbyllet me marrëveshje. Okay. Do të thënë falet më shumë. Okay. Varet se si ndodh situata. Bëj një pyetje tjetër, në gjaku shkon për gisht. Çfarë do të thotë? Sipas kanonit. Gjaku shkon për gisht është që duhet të shkojë tek ekzekutori. Pra ai që ka bërë vrasjen, ai që ka bërë i pari vrasjen. Gjaku shkon për gisht, ai që ka tërhequr këmbën. Kjo ka qenë në kanonin e vjetër? Kanuni i Lek Dugagjinit e thotë këtë. Gjaku shkon për gisht. Në të riun, a shkon gjaku për gisht? Nuk ka kanon të ri. Kanuni ka qenë i vjetër e i ri është një, por kanonet e shkruara janë problematike sepse janë mbledhur në mënyrë jo të plot, janë mbledhur në influenca të diku të kulturës së sheriatit ose influencave të rrymave të ndryshme që kanë sunduar në Ballkan në hyrje daljet e kulturave të ndryshme, dhe realisht kanuni shqiptar që nga kohat e utës deri më sot nuk është të shkruar i plot, nuk është origjinali, sepse ne kemi studiuar, ne njohim shumë mirë të drejtën zakonore mbi bazën e realitetit në shoqëri. Këtu thuhet te kanuja e vonshme thotë, gjaku nuk përfshin dhe mashkullin e shtëpisë së dorasit, mjen ferisht djepi, kushrini, nipat e ngjata edhe pse të dam, por për 24 orë në val gjakut, dhe mbas 24 orë do të qit dorëzan shtëpia të vramit. Çfarë do të thotë do të qit dorëzan shtëpia të vramit? Me granitë dorasit ska. Qitja dorëzan shtëpia të vramit do të thotë që shtëpia e të vramit e viktimës do garantojë që nuk do preket njëri tjetër. Sepse për 24 orë mendohet që gjaku është jashtëzakonisht i trazuar, ndërgjegja është shumë e vrarë, e lënduar, dhe mundet që njerëzit e fisit ose të gjakut ndodhen në mal, ndodhen në rrugtime, ndodhen edhe kthehen pa e ditur se çfarë ka ndodhur, dhe në këtë moment lajmërohen të gjithë që të ngujohen për 24 orë dhe të bëjnë kujdes. Lajmëron vetë shoqëria që bëjnë kujdes. Mas 24 orës thotë vetë shtëpia e të vramit duhet të bëhet dorëzan. Dorëzan do të thotë do të jap sigurinë që nuk do të preket njëri mbas 24 orësh përveç se dorasit. Në këtë vit të tranzicioni, apo shkon gjaku për gisht? Apo sigurisht nuk, jo vetëm që s'ka shkuar për gisht, por ka sjell pasoja barbare, vrasje barbare, qoftë duke goditur dhe gra dhe fëmijë, qoftë duke goditur edhe njerëz pa fajshëm ku që ndodhen në mjedisin ku është tagër ose shënjestër viktim, ai që duhet si themi është shënjestër ekzekutimit. Kur quhet i larë gjaku, sipas kanonit? Gjaku quhet i larë kur falet një radhë para. Atëherë është i larë gjaku, është plotësisht në gjithë parametrat, si mas kanonit dhe ndërgjegjes shoqërore që ka gatuar rregullin e kanonin. Ndërsa gjaku, në qoftë se gjaku është ngarkuar nga shoqëria që të merret, pra ka ngarkuar vetë kanoni dhe shoqëria rregulli, atëherë gjaku quhet i larë kur është bën si thua ekzekutimi sipas rregullave që ka përcaktuar shoqëria. Kokë më kokë, një për një. Mundet që të mos jetë dhe kokë në kokë, sepse kanoni thotë në mënyrë kategorike nuk mund të kërkojmë kokë më kokë. Ai thotë, kanoni thotë, gjaku është e drejtë për të marrë kur vërtet meriton të mos falet. Pra, në qoftë se meriton, shoqëria din që ky gjak nuk duhet falet, kjo viktim nuk duhet falet kursesi, kjo mënyrë vrasje, kjo vepër kriminale nuk duhet falet, atëherë vendos shoqëria, nuk vendos familja viktimës, vendos shoqëria, vendos kanoni, rrethi shoqëror, familjar, fisnor, fshatet, fiset shoqëria, sepse ka një rregull në ato raste. Familja e viktimës mund të jetë e tranditur dhe ka të drejtë ose mund të jepet të drejtë në informase, mund të lehtësohen nëse marrë mëna 24 orëve bën një veprim. Të nga tronditja thellë psikologjike e dhimbja. Mas 24 orësh gjithçka i nënshtrohet shqyrtimit. Shqyrtimi do të shkojë se s'bën mbi bazën e në radhë partë familjes, merret një vendim, por mas 24 orësh vendimi duhet t'i kalojë detyrimisht rrethit më të gjerë familjar, pastaj kalohet fisit, pastaj fshatit, pastaj krahinës, pastaj shkon deri te kapetani Mirditës, në qoftë se nuk e zgjidhin to palët, kanë debate, kur nuk ka kaq shumë debate atje, sepse zgjidhet me mençuri, zgjidhet me lehtësi, duke ditur edhe se gjaku duhet të falet, pajtimi është prevalon mbi gjithçka. Nëse një person vetet i plagosur nuk vdes,
quhet personi dorasi, dorasi quhet, quhet se ka rënë gjak pavarësisht se ka vrarë, sipas kanunit. Dorasi bie në gjak edhe me një fjalë. Ose personi bie në gjak edhe me një fjalë, edhe me një fyrje me poshtrimin e dinjitetit të nderit tjetër. Por që nga i moment fillon shqyrtimi, si e tha, pse e tha, në çrethana e tha. Për shembull plagosja specifike. Plagosja sigurisht është pjesë e rënies në gjak. Në këtë rast për shembull, se po bëjmë një pyetje. Kemi 3 viktima nga familja Kaza, ndërkohë kemi 2 të vdekur dhe 1 të plagosur nga pala tjetër. A jemi barabartë sipas kanunit, apo kjo histori mund të Kjo histori një në radhë parë nuk është shqyrtuar asnjëherë, se ka punë barazi edhe kanunin të rast, sepse nuk do shkonin këto vrasje nëse do shqyrtohen sipas kanunit dhe të shqyrtoheshin mes palëve e të mos u lihen në dorë të rinjve ose të lihen në dorë tronditive që kanë palët në njëra tjetrën. Si zgjidhet kjo çështje, zoti Gjin? Kjo zgjidhet në radhë të parë duke u ngjitur gjithë shoqëria siç çojmë në mesazhet në çdo rast, çdo njeri, çdo afërm duhet të çojë mesazhin atë që nëse jeni të përfshirë në këto urrëtie dhe në këtë ndjenjë hakmarrje, harrojeni se do të shihni lumturinë kësaj pune. Përveç se dhimbje, përveç se tragjedi dhe sakrifica, edhe mundime pa fund. Po kanuni thot gjaku subkur. Sigurisht ai thotë subkur kur gjaku nuk ka arsye të falet. Nëse pikërisht gjaku është i tillë që nuk ka arsye të falet. Si shikoni faktin që kjo gjakmarrje reaktivizohet mbas 30 vjetësh? Gjakmarrja që nga ngjarja e parë e 94-s reaktivizohet në 2024 me ngjarjen e vjetshme në Belgjik, pra nuk pyet më dhe territor. Ka një gjë, së pari duhet të themi një gjë. Ne gjithmonë edhe si Komiteti Pajtimit Ndërkombëtar i jemi përmbajtur vendimit, statusit tonë që ne nuk hyjmë në problemet e hetimit dhe s'kemi të drejtë të hetojmë e t'i marrim në hetim palët. Ne vetëm çojmë mesazhe në të gjitha rrethanat që ndonë familjet, por ka një gjë. Kur familjet nuk e pranojnë parahetuesisë ose jemi në gjak ose kemi gjak, atëherë ne nuk kemi drejtë të thrasim ato që jeni në gjak. Por në 97-ën e kanë pranuar që janë gjak. Ato kanë pranuar njëra palë me tjetrën, varet grupet e misionarëve që kanë dërguar dhe nëse kanë pranuar, atëherë duhet të dim pse nuk u zgjidh gjaku. Çfarë ndodhi në organet e hetuesisë? Pse u dërguan organet e hetuesisë? Kush e dërgoi? Dhe pse nuk pranuan palët që të pajtoheshin dhe ta mbyllnin gjakun, por pranuan që t'ia linin organeve, sigurisht do t'ia lanë organeve, se ne u themi lërën e drejtësisë po pajtimi të bëhet. Pse nuk është bërë pajtimi, pastaj mund të kemi edhe të tjera gjëra që nuk janë hetuar. Si mendoni se mund të shkojë kjo historia? Ka ndonjë shpresë vullnet që të falet apo do jenë me kodin e heshtjes për të mos folur askush dhe secili pastaj të vijojë sipas? Jo, ka një gjë që shoqëria në shteti që të parandalojë në të ardhmen. Shoqëria në mirëditë ashtu si edhe ju, mediat, kushdo shteti, duhet të jetë në radhë parë shumë dashamirës me fatkeqet, edhe ato dhimbjet në familjet dhe atyre, në momentet më të para që çon fjalën e ngushëllimit ose që merr pjesë në ngushëllimi, duhet të thotë fjalën e vet. Qoftë edhe në momentin që jep dorën, që Zoti e ju ta nërprisni këtë punë. Do ndikoj kjo? Po sigurisht ndikon, se jam ndaluar me qindra mijë fakte. Ju duhet t'ju sugjeroj edhe një gjë, nëse s'do të ishte emigrimi, largimi nga konflikti dhe puna e këtij komiteti që t'i ndihmojë që të largohen familjet më mirë se sa të rrinë pranë njëra tjetrës, se dikush i nxit vrasës si është gërgasi thonë në jetën shoqërore. Dhe atëherë ju sigurisht se sot do kishim mbi 100.000 të vrarë. Do kishte më shumë po të kishin qëndruar. Absolutisht, nëse do që këshilla juaj për ata që janë në gjak. Të largohen njëherë më parë nga vendi ose nga jeta e përditshme përballë atyre me cilët kanë problem. Është zgjidhja më e mirë. Që aty fillon lehtësimi i dhimbjes për palën. Parandalon? Po, e parandalon. Parandaluesi i parë është mos i dil në kanon dhe në jetën shoqërore zakonore ka qenë mos i bjerë në sy familjes viktimës, mos i bëj karshillëk dhe mundësisht të jesh sa më i përulur. Ne kemi pas raste shumë herë që shumë të respektuar dhe nga familja viktimës pala e vrasësit, e kanë parë që pala e viktimës hypi në autobus, nuk ka pranuar të hypë.
në autobus, jo nga Afrika, por ka pranuar ty. nuk ka pranuar të hyjë aty sepse ka kërkuar ta respektoj, jo se ka Afrikë, por ta respektoj sepse duhet ta respektoj familjen e viktimës. Në çdo rrethant duhet ta respektosh atë familje. Po, në rastin e dy vëllezërve Gjini, a keni dieni është mbyll pragu i kësaj shtëpie apo ka pas dhe vëllezër tjerë, edhe fëmijë tjerë nduaj Gjini, babai i Dodës dhe Agustin? Dëgjoj, nga do që kanë qenë njerëzit e familjes Gjini, sigurisht për nevet ka qenë fatale që ata nuk kanë pasur kujdesin maksimal të ruajtjes nga ndjenja e dhimbjes dhe jakmarrjes së palës tjetër, ose nga konflikte me të cilët mund të jenë përballur. Po ju si kryetari i komunitetit pajtimit ndërkombëtar Gjaj, cili do ishte mesazhi që mund t'i drejtoni secilës prej familjeve që janë gjak? Ne nuk e dim, për shembull, rasti i vrasjes Agustin Kazës në Belgjik nuk ka autor, nuk e dim Po, pikërisht, po. Rasti Pjetër Kazës, megjithëse ka një të dyshuar me inicialet GA, nuk e dim. Por duke u nis vetëm nga ngjarje që dihet që kanë autorsi, ajo e 94-s dhe e 97-s. Cili është mesazhi që ju mund t'i drejtoni? Dëgjoj, çdo familje, jo vetëm të dy familjeve, unë dua t'ju them këtë. Të gjithë pjesëtarët e këtyre familjeve, të gjithë të afërmit të këtyre familjeve, duhet në radhë të parë të jenë të kujdesshëm, mos përfshihen në konflikte dhe të jenë sa më të kujdesshëm në marrëdhënie me shoqërinë, sepse mundet që ndoshta edhe në një konflikt të ri dikush mundet të përfitojë nga një konflikt i mëparshëm dhe të bëjë veprën e vet hakmarrjes. Duhet të përfshihen gjithmonë vetëm në biseda paqësore dhe mundësisht bindse që ne nuk kemi të bëjmë me këtë ngjarje, në qoftë se s'kan të bëjnë. Në qoftë se kanë të bëjnë të përdorin të gjitha mjetet që aty ku mund të kenë bërë një dëm të jenë sa më të kujdesshëm dhe të jenë sa më të predispozuar që ta mbyllin problemin me mirëkuptim, me pendesën, me faljen, se mund të ndodhin gjëra dhe aksidentalisht. Problemi është ky që ne u themi çdo familje që je në një konflikt i cili të rëndon në përgjithësi, qoftë nga e kaluara, po edhe në të reja, të bëjnë shumë kujdes se shteti nuk ka mundësi të zgjidhë hasmërinë as vrasit për gjakmarrje. Shteti vetëm dënon kur të kap faktet edhe të çon drejt penalizimit edhe burgut nëse i vrasës. Nuk mundet shteti të marrë në mbrojtje as të afërmit e tu, as njeri në botë nuk mund të mbrojë shteti. Shteti e ka me kushtetutë, thot mbron jetën e njeriut, por vetëm kaq të shkruan. S'ka mundësi shteti të mbrojë jetën e qytetarëve. Se mbron dot kurrë. Se mbron as në mes të Amerikës, as në mes të Kanadas apo të një shteti tjetër. Njerëzit e mbrojnë jetën e tyre duke qenë të kujdesshëm për veten dhe të përcjellit mes njëri tjetrit. Faleminderit shumë. Edhe mundësisht të largohen sa më shumë nga veprimtaritë, të cilat mund ta dëmtojnë nga ana e përgjegjësisë penale çdo familje, veçanërisht në marrëdhëniet me shoqërinë.